ka fare rëndësi, sepse Partia Demokratike në ardhur në pushtet nuk duhet të kënaqet me deklaratat e të huajve. Partia Demokratike duhet të bëj ristrukturimin, reformimin të brendshëm dhe patjetër pse jo edhe dorëheqjen e Berishës. Këto mesazhe që vijnë nga jashtë nuk është se japin Partisë Demokratike ndonjë benefit të mirë. Thjesht janë mesazhe diplomatike, janë mesazhe midis Edi Ramës dhe Amerikës. Dhe jo Sali Berishës, Edi Ramës dhe Amerikës. Pra ka një diferencë. Amerika ose Shtetet e Bashkuara të Amerikës, presidenca Trump mos ka ndonjë mlef me Edi Ramën dhe prandaj po çfarë të mirë. Mlef se sa mbështetje për Berishën. Po, pse? Sepse ti si president nuk mbështet dot opozitën. Pse ti punë do bësh partneritet me Shqipërinë. Dhe partneriteti me Shqipërinë sigurohet nëpërmjet pushtetit ekzekutiv që tani e ka Rama. Edhe në mandatin e 4 prapë ka Rama, s'është certifikuar. Por ti si pjesë e opozitës duhet të insistosh, të bindësh qytetarët e tu dhe mos të merresh sepse do dalë dikush me një deklaratë të huaj dhe do dalë për Ramën, sepse Rama zotri e ka zhdukur për 4 vite në Amerikën. Në mendjen e tij, në praktikën e tij punës, ai thot 2027 mbyllim negociatat, 2030 futem në Bashkimin Evropian. Nesër do dali Rama kur do të bështoj Bashkimi Evropian, thot nuk ishte çështja ime, unë bëra planin, ato të dështuam, po unë synimin e kam shkoj në Bashkimin Evropian. Pavarësisht se Bashkimi Evropian ka lajfitur, Rama e ka nisur destinacionin. Në rast se unë do pres ç'a bën Rama, atëherë bien unë kam mbaruar punën. Unë them tek demokratët dhe Partia Demokratike, zotri Rama e ka gjetur planin B, justifikimin e radhës në dështimin e negociatave dhe mbylljen e kapitujve. Ndërsa ju merrni çfarë do të sjellë Amerika duke i bërë Ramës pengim. Nuk i bën Ramës pengim. Rama mund vetëm ketë një pengim dhe thot Trumpit, thot më fal, ti nuk paguan kuotën e NATO-s ashtu siç duhet dhe mbetes shtet me të drejta në NATO, por i pa barabat me detyrime. Pra do të thotë Rama është si ajo rasti, nuk e dia ju mani men, ishte rasti që kur Trumpi erdhi për herë të parë, tha do drekoj vetëm me shtetet që pagujnë në NATO. Dhe i tha 10 vende nga 20 e sa kusur që janë. Dhe gjithë këta mizat e shteteve të tjera, në të njëjtën kohë sa morën këtë informacion, të gjithë shpikën agjendat e tyre në një institucion tjetër, shkonin jashtë shtetit ta. Po më ka ftu kjo president, më ka ftu ky tjetri, çfarë që mos u dukshin tek vendi tyre që Trumpi as i llogariti fare dhe justifikuan aktivitetet e tjera. Po ku ka aktivitet kur të fton presidenti amerikan, thoshte më fal se mua po fton presidenti i Kilis apo presidenti i Marokut. E kupton ku jemi? Pra, Partia Demokratike mos të pres çfarë do bëj Amerika, por të veprojë shpejt dhe të shikojë se si do të ristrukturohet. Ndërsa Edi Rama e ka gjetur planin B për të bindur një pjesë të shqiptarëve që unë jam për NBE, por ne nuk mund të bashkohemi kurse si me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse ato janë përtej oqeanit. Ky është vetëm fillimi i bisedës për të zbërthyer këtë mesazh që hapin e parë ju e hodhët dhe në vazhdim do të kemi biseda të tjera, pasi ashtu sikur ju thatë, do të ketë reagime nga dyja palët, por edhe reagime tjera që mund vinë për te oqeanit. Avokaton, falenderoj shumë. Do të vinë patjetër reagime, do të vinë patjetër takime, do të vinë patjetër gjëra të tjera që kanë lidhje edhe me Kosovën. Unë them dhe shpresoj që ne si popull duhet të shikojmë gjërat më me interes individual se sa interes të faktorëve të huaj që kanë interesat të vetat për interesin e tyre dhe jo të popullit shqiptar. Është e gjerë kjo si fjali që them, por uroj gjithmonë që populli jon të kuptoj qartazi dhe reagimet dhe mos të emocionohet ndaj çdo lloji reagimi të huaj, sepse ajo që unë kam parë dhe e shikoj është që shtetet me njëra tjetër do të funksionojnë dhe do punojnë. Politikat e shtetarëve tanë që bën janë për interesin e tyre dhe karrigen e tyre dhe jo për karrigen e popullit. Prandaj ne duhet të reflektojmë dhe të shikojmë që ta mbaroj. Kur ti ke lekun
dhe leku është më i fuqishëm se euro, diçka nuk shkon mirë. Kur ti ke ndërtime pallatesh dhe papunësia këtu është në kulm, dhe përveç kësaj çmimet janë stratosferike, diçka nuk po shkon mirë. Vetëm këto dy faktor të mora, do kuptosh ndoshta më rënd është deklarata që erdhi para urimit që të zhduken kartelet. Pra, këto dy, pra euro nuk është më i fortë se leku. Por ama ndërtimet janë më të forta. Edhe kartelet janë të forta. Kartelet kanë paran, po jo nacionalitetin. Avokat, faleminderit shumë. Faleminderit edhe ju për ftesën.